Profesor, një koment fundit edhe për këto favorizimet që po flasim për Leo Mesin, për FIFA-n, për Gianni Infantinon, ju çfarë mendoni? Unë nuk dua të ndërhyta ato, sepse unë shoh sportin, merrem me sportin. E di që ato janë pjesë lojës, janë pjesë të futbollit, por rrim këtu ku jemi, flasim për sportin, ato gjërat janë. Të paktën në ndeshjen gjysmë finale, të themi mbylli gojën të gjithë atyre kritikëve që e mendonin diçka të tillë. Prandaj. Unë falenderoj shumë. Ekipet maja janë të pak të privilegjuar nga krahasim me ekipet e tjera, sepse ka lojtarë si Messi ose Cristiano Ronaldo ose dikush tjetër, por them që është aty me merit, domethënë, nuk mund të fitosh gjithë ato ndeshje sa do dikush tjetër ka dëshirë, e kupton? Aty në fush është diçka tjetër, dakord? Unë të falenderoj shumë për këtë analizë që ndave me ne, për këto detaje, edhe nuk më mbete gjë tjetër, vetëm se t'ju uroj shumë fat, edhe shumë suksese, edhe pse jo për lajme të mira në fillimin e sezonit të ri.